تمسك بحبل الله واتبع الهدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut subhanahu wa ta'ala të na mbrojë nga të keqijat e vetës dhe veprave tona të liga. Këdo që uzon Allahu në rrugë të drejtë, askush nuk ka mundësi ta devijojë. Dhe këdo që Allahu subhanahu wa ta'ala e devijon, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet, nuk i bëhet shok atij. Gjithashtu dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selame qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, muslimani adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala me dituri, nga se adhurimi i cili bëhet me dituri është adhurim më cilësor. E me qenë se tani jemi në muajin Muharram, me lejen e Allahut dhul xhelal do t'i flasim ca gjëra rreth këtij muaji me qëllim që të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala me dituri. Dhe mos të jetë ky muaj sikur muajt e tjerë të rëndontë. Muaj Muharram është muaj i parë i vitit hijri dhe është muaj i fundit nga muajt e shenjtë. Si muaj i shenjtë vjen i treti pas muajt Dhul Qa'da dhe Dhul Hijja, kurse pas muajt Muharram vjen muaji Rajab. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Vërtet muajt tek Allahu subhanahu wa ta'ala janë 12, sipas librit të Allahut, që nga momenti kur Allahu subhanahu wa ta'ala i krijoi qiellin dhe tokën. 4 nga këta muaj, pra 12 muajt, janë muaj të shenjtë. Ndërsa ne tani jemi në një prej këtyre muajve, jemi në muajin Muharram. Vlera këtij muaji del në pah për faktin se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur muaji i Allahut. Nëse diçka i adresohet emrit të Allahut, i adreson profeti Allahut subhanahu wa ta'ala, apo Allahu i adreson vetes së tij, atëherë kjo gjë ka shumë vlerë. Si e quajmë çavën e Allahut subhanahu wa ta'ala? E quajmë Bejtullah, shtëpia e Allahut. Allahu e ka thënë kështu, shtëpia e tij. Andaj ka vlerë çabja te Allahu subhanahu wa ta'ala, ka vlerë çabja tek besimtarët, nga se besimtarët kur e adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala në çabe, sigurisht se zemrat e tyre kënaqen dhe shpërblimet janë më të mëdha. Andaj edhe ky muaj është muaj i Allahut, kështu që ta shfrytëzojmë duke adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Kishte nga dietarët që thoshin se ky muaj është muaji më me vlerë ndër 4 muajt e shenjtë. Imam el-Hasan el-Basri, Allah pas mëshiruar, ka thënë, muaji më i mirë në mesin e 4 muajve të shenjtë është muaji i Allahut, muaji Muharram.
Të parët tanë të mirë, të nderuar vëllezër, i kanë shfrytzuar këto dhurata hyjnore që me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Sigurisht se ata tërë jetën e kanë pas ibadet, ju kanë nënshtruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, disa kohë që Allahu u ka dhënë vlerë atyre, këta besimtarë i kanë çmuar dhe e kanë shtu dozën e adhurimit. Pra të parët tanë 30 vjeçe i kanë shfrytzuar shumë. Me adhuru Allahun, po ashtu edhe më largu mëkateve. 10 vjeçën e fundit të muajit Ramazan, 10 vjeçën e parë të muajit Dhulhijja dhe 10 vjeçën e parë të muajit Muharram, muaj ky në të cilin ndodhemi tani. A dini se çfarë thot Allahu dhul xhelal? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Në këta muaj mos i bëni padrejtësi vetëve tuaja me mëkate. Pse? Pesha e mëkatit është më e rëndë nëse bëhet në muaj me vlerë. Pesha e mëkatit është më e rëndë nëse bëhet në ndonjë vend me vlerë. Andaj të kemi kujdes, të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dhe të largohemi nga mëkatet. Çfarë pëlqet për besimtarin të bëjë në këtë muaj? Ti shtoj adhurimet, e sidomos agjerimin. Nga sa agjerimi është një vepër të cilën e don Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjerimi më i mirë pas muajit Ramazan është agjerimi i muajit Muharram. Andaj ta shfrytëzojmë atë sa kemi mundësi, ta agjerojmë këtë muaj të shenjtë. Në këtë muaj, specifikisht në ditën e 10 të këtij muaji, është dita e Ashurës. Ditë kjo e cila pëlqejet, rekomandohet të agjerohet nga besimtarët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shpresoj që me agjerimin e ditës së Ashurës, Allahu të mishlyejë mëkatet e vitit të kaluar. E shihni çfarë zoti bujar kemi, bëjmë vepra ndoshta të vogla, mirë po marrim shpërblime të mëdha. A thua vallë, çfarë mëkate na shlyen Allahu? Shumica e dietarëve kanë thënë se na shlyen mëkatet e vogla, nga se për mëkatet e mëdha duhet pendim i sinqert tek Allahu subhanahu wa taala. Këtë ditë preferohet që ne si besimtar të stimulojmë fëmijët tanë, gratë tona, të afërmit tanë që të agjerojmë. Edhe nëse fëmijët s'kan mundësi me agjeru, me i çunë lojna, me i dhon disa lodra, me lut, kështu që me motivu besimtari fëmijën e vet që me agjeru. Kështu kanë vepru të parët tanë. Andaj ne shembullin më të mirë e kemi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët, tabiinet dhe gjeneratat e para. Atëherë vëllezër të dashur, si të agjerojmë ditën e Ashurës? I kemi 3 forma. Mund t'i agjerojmë 3 ditë radhazi. Ditën e 9, të 10 dhe ditën e 11. Forma e dytë është të agjerojmë ditën e 9 dhe ditën e 10. Ndërsa forma e tretë është të agjerojmë vetëm ditën e 10. Nëse dita e Ashurës bie në ditën e Xuma apo në ditën e shtunë, a lejohet të agjerohet? Sigurisht se lejohet të agjerojmë ditën e Ashurës në ditën e premte apo në ditën e shtunë. Nga se ne po agjerojmë se është dita e Ashurës dhe nuk po e veçojmë këtë ditë me agjerim si ditë e Xuma apo ditë e shtunë. E lutim Allahun dhul xhelal na jep jetë të agjerojmë këtë ditë. E lutim Allahun dhul xhelal na i fal mëkatet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahun e falenderojmë. Salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Vëllezër besimtar, në këtë ditë të Ashurës, Allahu dhul xhelal e triumfoi të vërtetën përmes Musait alayhis salam dhe popullit të tij, duke shpëtuar Musain alayhis salam dhe popullin e tij dhe duke fundos faraonin me ushtrinë e vet. Kështu që në shenjë të kësaj pejgamberi i Zotit e ka falendëruar Allahun me agjerim. Dhe ne duke ndjek profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka ndjek vëllain e tij profet, duke agjeruar këtë ditë dhe ne do të agjerojmë. Nga sa Allah subhanahu wa taala i ka dhënë në fund një tirani të madh, i cili ka thënë ana rabbukumul a'la. Unë jam Zoti juaj më i lartë.
Kjo është mësim se çdo zullumçar dhe çdo tiran do të përfundoj si mos më keq edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Dita e Ashurës na kujton lidhjen e fortë që kanë besimtarët mes vete, edhe nëse ata janë të largët. E shihni ne jemi vëllezër dhe i duam edhe besimtarët në kohën e Musait alayhi salam. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët dhe besimtarët janë miq të njëri tjetrit. E duan njëri tjetrin, e ndihmojnë njëri tjetrin. Dita e Ashurës është ditë falënderimi dhe ditë fitoreje nga ana Allahu subhanahu wa taala për besimtarët. Dita e Ashurës është një ditë e cila duhet të mbushet me adhurim. Dhe nuk është ditë pikëllimi apo ditë zije siç bëjnë grupet e devijuara. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala të na falë mëkatet, të na ruaj imanin ton, e lutim Allahun subhanahu wa taala të ruaj fëmijët dhe familjarët tan. E lutim Allahun subhanahu wa taala të ndihmojë besimtarëve anë kënd botës ku janë. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salah.